Sky, specialistët dhe Nabu erdhën në Gardenia për të mbrojtur të dashurat e tyre, por Wingsat nuk kërkuan ndihmë dhe kjo gjë vë në provë forcën e tyre. Që t'i heqin qafe Wingsat, Ogroni i transformon kafshët në përbimqa të frikshëm. Ndërkohë, ata i afrojnë gjithnjë më shumë zanës së fundit në tokë. Mirëmëngjes, Stella. Mirëmëngjes, vajza. Unë grite në kohën e dur. Po, dhe ne sa do t'i mbaronin të gjitha? Çfarë rëmuje? Jemi ende shumë brapa. Nëse shikoj rrotull, më ikën fare oreci. E po, bën mirë të hash, sepse sot do të duhet energjia. Kemi gjëra për të bërë, apo e harrove fare? Ha? Çfarë lloj gjërash? Sot është dita e shënuar për shtëpinë tonë. Duhen lyer muret, duhen lëvizur mobilje, duhen lar dritaret. Kemi ftuar të dashurit tanë dhe këtë mbrëmje gjithçka duhet të jetë në vendin e vet. Po, kam përshtypjen se ata do ngelen pa fjalë. E po, më mirë t'i ruajmë fjalët kur të bisedojmë. Duhet të flasim gjatë me ta. Ditët e kaluara kemi pasur disa debate dhe ky është rasti i dur për t'i rregulluar gjërat. E po, unë nuk dua të rregulloj asgjë me Brendonin. E pash me sytë e mi që po puthej me atë vajzë. Ka ca gjëra që nuk mund të falen. Por kjo s'do të thotë që s'do t'ju ndihmoj. E si mund ta kaloja një të diel më mirë se sa duke pastruar me shoqet e mia? Kjo është Stella që njoh unë. Nëse është kështu, atëherë mund të marrë disa kalori. Kafe që të zgjohesh me 3 lugë plot me sheqer. Do kafe Musa? Libri me zanat pas ka përfshirë. Kapitulli për besimiksin është fantastik. Një zan arrin në këtë nivel vetëm kur dikush fillon të besojë vërtet tek magjia. Nga magjepsja tek besimiksi do ishte bukur. S'po i gjej fuqitë e reja, por këtu është shkruar se çdo zan e besimiksit mund të zgjedh nga 3 palkra. A ka edhe kra për mbrëmje? Mund të jem të dobishme, më kuptoni, a? Wow! Më falni djema, e dini sa është ora? Duhet të takohesha me disa shok, por ata nuk kanë ardhur. Ndoshta kanë hasur diçka rrugës. Ha. Brendon je vërtet shakaxhi. Por që ngeni ju djema? Nuk ju njoha fare në këtë model të ri flokësh. Me sa duket ta berberët e tokës janë të mëdhenj. E po duhet ta provosh edhe ti. Me pak fat mund të shndrohesh në një princ të pashëm si puna ime. Do t'ja thuash ti apo t'ja them unë? Zotërinj, na pret një punë. Pikërisht, shpërndarës picash. E ti, s'ka asgjë aristokrate nëse madhëria juaj pranon, por është vetëm për të paguar qira. Nuk do të përdori motocikleta. Ne kemi vetëm patina. E po ku ka më mirë për të fluturuar në për trafikun e Gardenias pa të rrequr vëmendjen e njerëzve? Të paktën jo si mbeturina që bleu Sky. Forca djem, s'është aq keq, sidomos nëse Nabuja na ndihmon me magjinë e tij. Ngadal, edhe magjia ka kufi. Nuk e di nëse Nabuja do të më ndihmojë dot mua. Duhet të heq patjetër qafe mice. S'më ka lënë 1 minutë rehat që kur më puthi. Ajo më ndje kudo. Është njësoj si të kesh një hije tjetër. Sa herë që kthehem, ajo është aty. Nuk dua që ta lëndoj, por as nuk dua që të krijoj iluzione të kota. Unë dua vetëm Stellën. Dhe po e humbas atë për shkak të Micit. Qetëso, Brendon, ato janë vajza. Mici do të haroj shumë shpejt dhe Stella do të jetë gati për të falur. A je i sigurt? Shumë i sigurt.
Sinqerisht Brandon, ti mendon shumë. Ti e di që unë kam të drejtë. Unë kam gjithmonë të Po drejtë. ai çfarë ka? Jam e bukur, e zgjuar, interesante. Jam shumë të rëse. Çfarë do ai? Do doja të dija çfarë ka më shumë se unë ajo Stella. Më mirë ta ruaj Blumin dhe shoqit e saj që të zbuloj sekretin e Stelës. Nëse ajo arriti ta bënte Brandonin të binte në dashuri me të, edhe unë do të veproj njësoj si ajo. A jemi gati, vajza? Negative. A nuk mungon diçka? Do të thuash këto? Nuk ka logjik. Nëse përdori magjin për të nxjerrë bojra dhe furça, përse nuk mund ta përdorim edhe për të ndryshuar ngjyrën e mureve? Sepse në këtë mënyrë argëtohesh më shumë. Dhe ndërkohë merresh me mobilimin. Unë dua një koltuk të madh dhe të kuq në dhomën time. Në fakt jo, e dua ngjyrë roz. Ngadalë, Stella, në fillim lyej dhomën dhe pastaj merru me mobilje. Le të nxitojmë atëherë. There's a magical light in your eyes, you're a wings. If I look in my heart, I wanna be forever wings. Every day there's a part in the world of wings love. Like stars we will shine forever. Wings, the magic light of wings. I wanna be, we are the wings. Specialistët janë shumë herët, Po sikur të mos jenë ata. në? Oh! Ne nuk kemi asgjë për të fshehur. Duket goxha mirë. Faleminderit, kishim ende shumë punë. Ha pra, si ju duket deri tani? Ky do të dalë një apartament i mrekullueshëm. Kjo duket e rëndë, më lërë të të ndihmoj. Ne ndaluam për t'ju përshëndetur, por me sa po shoh, duket sikur ju keni nevojë për ndihmë. Sigurisht! Jemi lodhur shumë. Të lyesh një mur nuk është aq e vështirë. Ku është furça? Shiko, do të ta tregoj. Ky ishi yt nuk është aq i keq, duket sikur të do ende. Oh, vërtet? Mos u shqetëso, nuk do t'i them skajt. Janë të gjithë kaq të mirë. Çfarë fotografie që bëra? Mirë. Më duket se e di kujt do ja dërgoj. Këtu pas ka material plot, por kam një punë tani. Unë them se kështu është e përsosur, apo jo? Jo keq, ti kushton shumë vëmendje detajeve. Oh, faleminderit. Atëherë si të duket apartamenti? Ej, si thoni për pak pushim? Po, pse jo? Ups. O mos, më fal Blum. Mos u shqetëso. Me rrobat mund të merresh vet. Por fytyrën do ta pastroj unë. E shoh që qen keni në shoqëri shumë të mirë. Na falni që ju ndërprem, por dera ishte hapur edhe. Oh, shumë mirë, pse nuk hapni dhe u djema nga një furçë? Vajzave ju duhet ndihmë. Ata thjesht po kalonin këtej dhe ndaluan që të na ndihmonin. Kjo ishte shumë e sjellshme. Jemi kaq të lodhura. Ne kujtuam se do ta kalonim mbas ditën së bashku. Por me që qen keni kaq të lodhura, po ju lëm të shlodheni. Mirë, ne po ikim. Sot në mbrëmje do të interpretojnë të bari fruti muzik. Nëse doni, e janë dhe ju. Oh, sigurisht. Faleminderit për ftesën. Edhe ju jeni të mirë pritur të vini. Tashmë ju kemi dëgjuar një herë. Ne nuk ju prisnim kaq herët. Në fakt, ftesa ishte për darkë, nëse nuk gabohem. Mos më thoni që jeni të uritur që tani. Mora një telefonat anonime e cila më tha që të dashurat tona po dalin me djemë të tjerë. Ajo që na than doli e vërtet. Ju dukeshit shumë të afruara me ata djemt. E po nëse ju doni të rini me ta, atëherë ne s'kemi çfarë bëjmë. Pra po ikim, miru pafshim. Menduam se këtë të diel do ta kalonim në shoqëri të mirë dhe ngelëm vetëm. Po unë nuk doja ta kaloja darkën me ata djem xheloz. Do jetë mirë të mos e shoh për ca kohë Brandonin. Forca vajza. Ta lëm pak më njan këtë dhe të përqendrohemi te misioni ynë. Të rregullojmë shtëpinë tonë? Jo, Stella, të gjejmë zanën e fundit në top. Po tani çfarë ndodh?
Me sa duket një nga kafshët tona magjepsëse sa po u birësua. Dhe sistemi ynë i kontrollit thotë se është përsëri miku ynë misterios. Duket se dikush po I merr të gjitha kafshët tona si I marr. Gjithmonë përdor një emër ndryshe. Por siç e dini të gjitha ne e kemi adresën. Dhe mendoj se ka ardhur koha që të gjitha t'i bëjmë një vizitë. Kemi pritur shumë gjatë për të. Është shumë qetësi për një shtëpi që duhet të jetë plot me kafshë zana. Nëse ju kanë bërë keq atyre kafshëve, duhet të përballen me ne. Fshihuni, dikush po del jashtë. Ajo është vajza që punon tek lokali me muzikë, e quajnë Roxy nëse nuk e kam gabim. Le ta ndjekim. Do doja të dija se ku po e çojnë. A e pe atë? Duket sikur po fshet diçka ajo vajza. Ngadal. Deri tani nuk kemi asnjë provë që ajo vajzë ka bërë diçka të keqe. Ndalo aty dhe largo nga ato kafsh. Po çfarë doni ju? Mjaft me dredhira. Kujdes, duhet të na shpjegosh diçka. Përse I do gjithë ato kafsh zana? Mund të ishe treguar pak më shumë diplomatike, Stella. Kush jeni ju dhe çfarë doni nga unë? Mos u shqetëso, Artu, ato nuk do të na bëjnë keq. Është përsëri ajo energjia e magjisë. A e ndjeni? Është e njëjta gjurmë që dalluam sapo arritëm në Gardenia, është shumë e fortë. Pra duhet jetë e saj dhe jo e magjistarëve të ogronit. Pra ti duhet jesh Zana e fundit në tokë. Ja, ajo nuk duket si Zan. Zanat nuk duken kështu. Zanat janë elegante, të hishme, dhe mbi të gjitha nuk dalin me qenë të tillë të pasjellshëm. Qetëso, Artu, ato nuk do të na bëjnë keq, tani po ikin. Dëgjoj, Roxy. Unë nuk di nga t'ja nis, sepse gjithçka duket kaq e pabesueshme, por të lutem ti më dëgjo. Ti nuk je si të gjitha vajzat e tjera. Ti ke një fuqi, ke aftësi që të bëjnë unike dhe të veçantë. Ti mund të lidhesh me kafshët, ti I percepton emocionet dhe mendimet e tyre. Pra Roxy, ti je një zan. Artu! Mjaft, jam e lodhur me ju, dilni jashtë. Largohuni dhe më lini të qetë. Blumi të tha të vërtetën, ti duhet ta besosh për këtë. Tani jeta jote është në rrezik. Gjuetarët e zanave që udhiqen nga ogroni po të ndjekin dhe duan të kapin. Të lutem na beso për këtë. Duket se keni shumë probleme, por unë nuk do të ri këtu dhe të dëgjoj pallavrat tuaja. E po, le ta ndjekim më mirë. Nëse duam që ajo të na dëgjojë, duhet ta qetësojmë. Më në fundi hoqim qafe ato vajzat të çuditshme. Ke nevojë për ndihmë, vajz? Jo, faleminderit, jo, jam mirë. Sidoqoftë ishim duke ikur. Pse po nxiton kaq shumë? Ne kemi dëgjuar shumë për ty. Na duket sikur të njohim prej kohësh. Zana e fundit në tokë. Oh, jo përsëri. Erdhi koha, hapni rrethin e zi. Kaloje portën dhe na jep fuqi tënde një herë e mirë. Më lër të qet, bishe keqe. Më duket mua apo ajo nuk do të vi me ju? Wingsat, po filloja të pyesja veten kur do të hynit në veprim. Çfarë po ndodh? Kush janë këta burrat?
Ata janë gjuetarët e zanave, Roxy, dhe ti e preja e tyre. Por ne do t'i ndalojmë. Wings Enchantix! Gjithë një të njëjtën këngë këndojnë këto. Fol për veten tënde, o Gron, mua më pëlqeu kjo. Sa bukur, më pëlqejnë adhuruesit e zjarrt. O që andrite! Mbrojeni Roxin, do të ketë luftë të madhe tani. Zemërimi i dragonit! Magjistarët e rrethit të zi nuk ndikohen nga fuqitë e zanave. O, më falni, mos po thoshit ndonjë gjë? Le ti mbajmë atje. Qëllimi ynë kryesor është të shpëtojmë Roxin. Ejani këtu, zana. Ejani t'ju bësha fol pak. Sulmi i valve zanore! Broja Mortix! Duhet të bësh më mirë se kaq, Leila. Jeni mirë, vajza? Nuk u lodhë duke luftuar, vajza. Forca e fushës mbrojtëse! Pas çdo goditje e unë bëhem më i fort. Ju na quat e Roxy, dhe ne ju detyrohemi shumë. Po ju lëm të jetoni të poshtëruara, të pambrojtura, të gjunjëzuara, por të gjalla. Po ajo vajzë ku është fshehur? Kjo është e pamundur, është e pabesueshme, nuk mund t'jenë të vërteta këto që pash, jo, çfarë po ndodh? Mendoj se po çmendem, nuk jam zanat nuk ekzistojnë. O, po, Roxy, zanat ekzistojnë dhe ti je një e tillë, por të lutem mos qaj. Ju lutem, vajza, kam nevojë për ndihmën tuaj. Roxy, hape zemrën. Nuk mendoj se të dëgjuan. Zana, kam nevojë për ju. Tani ti beson në zana. Të lumtë, Roxy, shumë mirë, vazhdo kështu, këtë duhet të bësh, vazhdo. Ki besim. Po! Unë besoj tek zanat dhe shpresoj se do t'ju abojnë kurrizin më të butë se barkun. Kjo është energjia e besimit, vajza, ndjeheni. Mjafton tani, magjistarët e rrethit të zi, hapni portën. You're magical. All you gotta do is believe in yourself.
You got the power, believe it, so wonderful. Feel the magic coming out from your heart. Everything is possible. It's a higher energy. It's a higher energy. You're magical. All you gotta do is believe in yourself, and everything will change. You got the power, believe it, so wonderful. Feel the magic coming out from your heart. Everything is possible. It's a higher energy. This is the power of wings. A e shikon? Ti ja dole, Roxy. Mjafton të vetëm të hapje zemrën tënde dhe të besoja në Zana. Tani jemi më të forta. Le të filloj beteja. A jeni gati, Wings? Në episodin e ardhshëm, mbi Gardenian do të bjerë një magji e re. Roxy beson tek Wingsat dhe falsaj, 6 zanat zbuluan fuqinë e pabesueshme të Besimiksit. Fuqia e vetme që do t'i ndihmojë njerëzit e tokës të besojnë përsëri te zanat. Jemi superhero, botën bashkë mund të mbrojnë, që të gjithë ne do mund që t'ja dalim mal. Jeta është e bukur dhe çdo